Elbasani u trondit mbrëmjen e së dielës nga një atentat me armë zjarri, ku një biznesmen 43 vjeçar u ekzekutua brenda automjetit të tij të parkuar. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:35 në lagjen Emin Matragjiu, ku u gjeti vrar shtetasi Mondi Mehalla alias Edmond Hyka. Sipas të dhënave paraprake, Mehalla sapo kishte dalë nga zyra e tij në godinën ku ndodhen bizneset dhe banesa e nënës së tij. Në momentin që u fut në automjet, ai u qellua me armë zjarri, duke marrë 3 plumba, 2 prej të cileve në kokë, që shkaktuan vdekjen e menjëhershme. Dinamika e ngjarjes është vlerësuar nga ekspertët si një ekzekutim tipik mafioz, megjithatë nuk përjashtohet mundësia e një konflikti të mëparshëm ndodhur gjatë javës së fundit për motive ende të paqarta. Menjëherë pas sinjalizimit, shërbimet e policisë mbërritën në vend ngjarje dhe ngritën pika kontrolli në të gjitha daljet e qytetit. Kontrollet intensive në terren, në banesa, ambiente të ndryshme dhe rrugë dytësore vazhdojnë me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve. Burime policore bëjnë me dije se automjeti i përdorur nga atentatorët dyshohet të ketë qenë një Audi me ngjyrë të zezë, i cili u largua me shpejtësi në drejtim të aksit Elbasan-Librazh. Deri tani, të paktën 10 persona janë shoqëruar dhe po merren në pyetje për të ndriçuar rrethanat e krimit. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë ka ngritur një grup të posaçëm hetimor, i cili po punon intensivisht për shqyrtimin e pamjeve filmike të zonës dhe mbledhjen e provave materiale. Sipas të vënave zyrtare, 43 vjeçari kishte precedente penale në fushën e narkotikëve dhe armbajtjes pa leje. Mësohet gjithashtu se ai kishte qenë i përfshirë në një konflikt disa ditë përpara vrasjes, pistë kjo që po merret seriozisht parasysh nga grupi hetimor si e mundshme lidhur me motivin e atentatit. Hetimet vijojnë në disa pista paralelisht, ndërsa operacioni policor në terren mbetet në zhvillim. Autorit e atentatit mbeten ende të paidentifikuar. Policia ende vijon hetimat për kapjen e autorëve të vrasjes së biznesmenit në Elbasan. Grupi hetimor ka këqyrur kamerat pranë biznesit dhe kanë vënë re se autorët kanë lëvizur disa herë përgjatë biznesit. Kanë ndjekur me detaje lëvizjet e biznesmenit dhe pasi janë siguruar, kanë qelluar drejt shënjestrës. Kanë lëvizur disa herë përgjatë biznesit, është vënë re nga kamerat. Kanë pasur informacion të saktë se objektivi i tyre ndodhej në biznes dhe kanë pritur sa të dalë nga zyra. Dhe kur ka hipur në automjetin e tij, automjeti i dyshuar i autorëve tip Audi me ngjyrë të zezë dhe një nga autorët që kishte rolin e qitësit ka dalë nga mjeti dhe ka qelluar disa herë me pistolet. Pra është qelluar vetëm një nga autor dhe personi tjetër në rolin e shoferit janë larguar menjëherë. Gjithashtu nga kamerat e sigurisë janë kapur disa lëvizje të autorëve të dyshuar. Janë mbledhur prova të rëndësishme që mund të çojnë drejt identifikimit të ngjarjes. Edhe një pjesë e dëshmitarëve kanë dhënë detaje të rëndësishme për grupin hetimor.